Dafina Zeqiri, një nga emrat më të mëdhenj të muzikës shqiptare, është në pritje të fëmijës së saj të parë, por kjo nuk e ka ndalur as pak nga performancat live dhe koncertet. Lajmi për shtatzaninë e saj u prit me entuziazëm nga fansat, por një pjesë e publikut ka ngritur pyetjen: a duhet që një grua shtatzën të vazhdojë të këndojë e performojë në skenë? Në rrjetet sociale mendimet janë ndarë. Disa e mbështesin fuqishëm Dafinën, duke thënë se ajo është një shembull i një gruaje të fortë dhe të pavarur që vazhdon ta ndjek pasionin e saj pa u ndalur. Nga ana tjetër ka pasur komente që sugjerojnë se ajo do të pushojë dhe të fokusohet tek shtatzania. E një reagim i Dafinës pas gjithë këtyre komenteve nga publiku ka qenë i menjëhershëm: unë jam shtatzën dhe vazhdoj të performoj koncerte, sepse kjo është arsyeja pse kam nisur këtë rrugtim që në fillimet e mia. Që nga fëmijëria, performanca dhe muzika kanë qenë terapi për mua. Më kanë ndihmuar të përballem me depresionin, të shprehem lirshëm dhe të përbaloj sfidat e jetës, qofshin ato emocionale a fizike. Edhe kur nuk jam ndier mirë, skena ka qenë vendi im i shërimit. E bëj këtë punë jo përpara, por nga dashuria e pastër për muzikën dhe artin. Besoj se çdo grua ka të drejtën dhe fuqinë të vazhdojë karrierën e saj gjatë shtatzanisë. Për sa kohë është e shëndetshme dhe ka një shtatzani të sigurt. Të jesh shtatzën nuk do të thotë se je semur apo se duhet ta ndalosh jetën tënde. Fatkeqësisht disa njerëz, sidomos disa burra, nuk e kuptojnë këtë dhe ndoshta e ndjejnë një lloj xhelozie. Ata vazhdojnë të punojnë e të ndjekin qëllimet e tyre. Dhe një grua mund ta bëjë të njëjtën gjë, madje edhe më shumë. Gratë kanë një forcë të jashtëzakonshme. Ato mund vazhdojnë përpara pavarësisht ndryshimeve hormonale, shtimit në peshë apo neteve pa gjumë. Dhe unë jam një dëshmi e kësaj fuqie. Por a ka ndonjë arsye për të shqetësuar? Shtatzania nuk është një sëmundje dhe shumë artistë ndërkombëtar si Beyoncé, Rihanna apo Cardi B kanë performuar në skenë gjatë pritjes së ëmbël. Mjekët theksojnë se aktiviteti fizik është i shëndetshëm për gratë shtatzëna, për sa kohë që nuk ka komplikime dhe gjithçka bëhet me kujdes. Pra, mbetet të shihet, a është kjo një çështje që duhet të diskutohet ende në publik, e ku opinionet publike tentojnë ta diktojnë jetën e një artisteje.